Shqipërisë të votë. Një shërbim shumë. Në rastin e këtij përvjetori, ju ftoj të ndjekni së bashku një video përshëndetse nga Kryeministri i Shqipërisë, zoti Edi Rama. Shpreh mirënjohjen time të madhe në këtë përvjetor të partisë sonë në Greqi, për të gjithë përpjekjen tuaj, për të gjithë angazhimin tuaj dhe sidomos për rezultatin fantastik që pa ju nuk do ishte realizuar kurrë në zgjedhjet e shkuara, ku për herë të parë ju dhe shqiptarët i jashtë kufive Shqipërisë morën pjesë pa që nevojë të lëvizin nga vendodhja e tyre jashtë vendit. Mirënjohje dhe një falënderim të madh, shpresoj që do të vi shpejt në Athinë të takohem me ju, por deri atëherë një përqafim dhe rroft Partia Socialiste e Shqipërisë. Në fillim të vitit 2006, pas konsultave me shumë prej jush, disa prej jush janë këtu sot, të themelonim degën e Partisë Socialiste në Greqi. Ta gëzojmë pra ditëlindjen e 20 shumë mirënjohje në emër të kryetarit Rama, i cili kur unë i thash që po organizojmë këtë ditëlindje, më tha duhet më kisha thënë pak më herët se ndoshta do të kisha qenë vetë prezent, por natyrisht gjatë këtij viti ne do ta kemi një takim përsëri të madh me kryetarin kryeministrin Rama këtu në Athinë, edhe për të përkujtuar ditëlindjen e 20, edhe ditëlindjen e 35, por edhe për ta festuar siç duhet fitoren e Partisë Socialiste të vitit kaluar, ku vota e diasporës pati një efekt dhe një vlerë shumë madhe historike. Diaspora në Greqi, shqiptarët e Greqisë kanë pasur një rol të rëndësishëm në të gjitha fitoret e Partisë Socialiste. Ne mbajtëm fjalën tonë. Fjala jonë ishte para diasporës se ne do bëjmë gjithçka që ta mundsojmë votën e diasporës. Dhe ajo ndodhi dhe ishte një vot ku 2 ndër 3 shqiptarë nga ata që morën pjesë në zgjedhjet e vitit 2025 i besuan Edi Ramës dhe Partisë Socialiste. Nuk ka këtu shqiptar në Greqi që nuk e di që e vetmja parti e organizuar këtu është vetëm Partia Socialiste. Dhe të gjithë e dinë që ne jemi e vetmja parti shqiptare që kemi strukturat tona kudo në gjithë Greqinë. Fillojmë një kapitull të ri, pra fillojmë 10 vjeçarin tonë të tretë të Partisë Socialiste në Greqi. Synimi ynë duhet jetë që në zgjedhjet parlamentare të vitit 2029 ne ta dyfishojmë, e pse jo ta trefishojmë rezultatin tonë zgjedhor. Sepse kur diskutoni me njëri tjetrin, unë e di, koha ishte shumë e shkurtër për të regjistruar. Nuk arritëm dot të regjistrojmë të gjithë ata që ne do të donim të regjistroheshin, sepse nuk janë 65.000 shqiptarë me të drejtë vote në Greqi. Janë 10 herë më shumë. Dhe na duhet që punën ta fillojmë për 2029, ta fillojmë që nesër.